I vendosur mbi një kodër, rreth 20 km nga kryeqyteti Tunis, Sidi Bou Said ofron një pamje të veçantë mbi mesdheu. Rrugicat e ngushta, shtëpitë e bardha, dyert blu dhe dekorimet tradicionale e kanë kthyer këtë vend në një prej pikave më të vizituara nga turistët. Por, përtej pamjeve që shohim sot, Sidi Bou Said ka dhe një histori të gjatë. Qyteti mban emrin e mistikut Sufi Abu Said al-Bai, i cili jetoi këtu në shekullin e 13. Me kalimin e kohës, zona u shndrua në një vendbanim të rëndësishëm dhe më vonë tërhoqi edhe artistë intelektual nga vende të ndryshme të Europës. Një nga veçoritë që bie menjëherë në sy është arkitektura e bardha e fasadave dhe bluja e dyerve e dritareve janë bërë simboli këtij qyteti. Në çdo rrugicë gjenden elemente të arkitekturës tradicionale tunisiane, dyer të punuara me kujdes, balkone të dekoruara dhe lule që i japin edhe më shumë ngjyrë peizazhit. Këtu mund të ndalosh për një kafe tradicionale, të shijosh çajin në pisha, të vizitosh shtëpitë tradicionale dhe muzet, ose thjesht të ecësh nëpër rrugicat që të çojnë drejt pamjes së detit. Dhe pikërisht deti është një nga arsyet pse Sidi Bou Said mbetet kaq tërheqës. Nga lartësia e qytetit, pamja hapet drejt gjirit të Tunisit, ndërsa poshtë shtrihet mesdheu.